Në ambientet e hamamit të Durrësit është organizuar një aktivitet ku e kaluara dhe e tashmja është risjellë në vëmendjen e qytetarëve durrësak, por dhe vizitorëve. Nata kulturore Epidam e Trashëgiminisë dhe Artit titulloi aktiviteti që solli përpara të pranishmëve performanca muzikore, kostumet e shekullit të 18 ku hamami u ideua dhe u ndërtua një udhëtim në histori dhe kronika osmane, imazhe të Durrësit të vjetër që u shfaqen në fasadën monumentale të hamamit, të cilat ishin krijuar përmes inteligjencës artificiale. Livia Kreko, specialiste komunikimi në qendrën Durrësi Aktiv, tha se pas restaurimit kishte menduar të sillej kjo frymë otomane me performanca dhe muzikë. Kjo është nata e parë kulturore që organizatat e shoqërisë civile Durrësi Aktiv dhe Muze Lab kanë organizuar në kuadër të projektit mbështetur nga programi EU for Culture. Pas restaurimit të hamamit, ne kemi menduar që të risjellim frymën otomane me disa performanca, me muzikë, me tregime të historive të vjetra, për të sjellur kështu frymën e monumentit në periudhën që ai është ngritur dhe deri në ditët e sotme. Romir Lukaçi, mentor arti, nga ana tjetër tha se qëllimi i aktivitetit ishte që të njohej brezi i ri rreth monumenteve të kulturës dhe se si të evidentohen trashëgimitë kulturore të Durrësit. Kjo është një natë dedikuar hamamit, i cili është një monument kulture, i sapo restauruar me fondet e UNOPS-it, dhe në këtë natë jemi mundu të krijojmë një atmosferë të asaj periudhe, po nga e shkuara deri në ditët e sotme. Pra, kemi prezent një artizan bashkë me trashëgimtarët e tij që punojnë manualisht poçerin, në mënyrë për ta bërë më të prekshme, sidomos janë dhe zanate në zhdukje. Kemi një performancë të një violonceliste me pjesë të ndryshme nga artistë të muzikës klasike botërore, e cila sjell nga e shkura deri në ditët e sotme frymën e shekujve. Kemi aktorin i cili do të bëjë disa fragmente nga periudha e otomane si narracione në lidhje me hamamin dhe me frymën e hamamit vetvete. Kemi një artizan tjetër që punon me quilling, do të thonë me letër, dhe ka bërë hamamin në letër që ju do ta shihni, do të thonë me një punim që është i ditëve sotme, pra ndërthur arkitekturën e të shkuarës me teknikat e ditëve të sotme. Kemi edhe një performancë me pjesë nga trashëgimia kulturore, e cila ka lidhje me muzikën popullore, e aranxhuar nga muzikanti me instrumente të ndryshme, të cilët janë të periudha të ndryshme, nga davullia, cyrlia, fyellin i bariut, pra do të kemi një atmosferë që ndërthuret nga e shkuara në të ardhmen. Qëllimi i aktivitetit? Qëllimi i aktivitetit është për të njohur brezin e ri me monumentet e kulturës, si edhe për të evidentuar dhe më tepër trashëgiminë kulturore të Durrësit. Në aktivitet nuk mungonin dhe artistët e artizanit vendas, të cilët prezantuan krijimet e tyre.